Të krahasojmë efektin e energjisë së hidrogenizimit të 3 hidrokarbureve ciklike me strukturë të ngjashme. Ciklohekseni, një hidrokarbur ciklik i cili përmban një lidhje dyfishe. Cikloheksatrieni, i cili paraqet strukturën hipotetike të benzenit të kekules dhe molekula e benzenit e cila përmban çiftet elektronike të delokalizuara ose sekstet elektronik. Nxehtësia e përcaktuar në mënyrë eksperimentale e liruar gjatë hidrogenizimit të 1 mol cikloheksen është 190 kJ. Nxehtësia e liruar gjatë hidrogenizimit të strukturës hipotetike të kekules të benzenit duhet të jetë 357 kJ per mol. Kjo vlerë është përcaktuar në mënyrë teorike, sepse cikloheksatrieni nuk ekziston. Nxehtësia gjatë hidrogenizimit të benzenit është më e ulët se sa nxehtësia llogaritur për cikloheksatrienin. Është 208 kJ per mol. Diferenca në mes të vlerave të entalpisë të parashikuar për komponimin me përbërje të njëjtë si benzeni, me 3 lidhje dyfishe, me entalpinë e hidrogenizimit të benzenit, nxehtësia e përcaktuar në mënyrë eksperimentale, quhet energjia stabilizuese e benzenit. Kjo reflekton stabilitetin e rritur të molekulës për shkak të delokalizimit të elektroneve. Energjia stabilizuese e benzenit e llogaritur në këtë mënyrë është parafërsisht 150 kJ per mol. Hidrokarburet ciklike të cilat përmbajnë çiftet e elektroneve të delokalizuara, respektivisht orbitale molekulare pi të delokalizuar, që ndikojnë në stabilitetin e përgjithshëm të komponimit, na referohen si hidrokarbure aromatike.